Tatuazhet apo thënë ndryshe vizatimin e trup, duket se është bërë tendencë e cila sa vjen e shtohet tek artistët tanë. Dikur tatuazhet ishin simbolike të burgosurve, ndërsa tani po bëhen për çejf. Në një sondazh të hapur në faqen tonë të Facebookut Prive e Klan Kosova, jeni ju ata të cilët keni përzgjedhur tatut më të bukura dhe ato më pak të bukura të estradës sonë. Është një nga praktikat më të vjetra që njeh historia e njerëzimit. Shpesh lëkura e pikturuar ka simbolizuar lirinë, afrimin me Perëndin dhe jo rrallë është etiketuar edhe si një veshje e trupit, e cila shpreh një pjesë të shpirtit dhe historisë personale. Ngjyrat, format, numri, përmasa dhe vendi ku bëhen kanë një domethënie të caktuar. Edhe pse shumë shpesh vizatimi i trupit për shumë jep një përshtypje negative dhe mendime të këqija. Ato janë mesazhi më i pastër që mund të dërgojë dikush. Vitet e fundit, vizatimi në trupa tanë është bërë një trend mjaft luksoz e sidomos në botën e showbizit. Mund të themi që tashmë nuk ka artist të vetëm që nuk ka së paku një tatu në trupin e tij. E kjo tendencë ka filluar të vërehet mjaft shumë edhe në estradën tonë. Ghettuar Selimi, Stresi, Dafina Zeqiri, Jonida Maliqi janë vetëm disa nga këngëtarët tanë të cilët dashurinë e tyre për tatu e kanë shprehur kohë më parë. Për të parë se kush nga artistët tanë kanë tatuazhet më të bukura, Prive në faqen zyrtare në Facebook hapi një sondazh ku të gjithë dhanë mendimet e tyre. Në vazhdim, po ju sillim top 10 tatuazhet më të mira e më pak të mira në trupat e këngëtarëve tanë. Se i ka fiksim e dëshmoi kohë më parë. Simbolika e grupit të famshëm botror, Rolling Stones, shkronja G, shqiponja kombëtare e disa tjera janë disa nga vizatimet trupore të Getit i cili nuk mendon ta përfundojë me kaq. Njëra ndër femrat më elegante, seksi e fashionista në estradën tonë, Jonida Maliqi, padyshim mbetet shembull për t'u ndjekur. Tatuazhet në trupin e saj vetëm sa e bën Jonidën të duket edhe më cool dhe seksi. Emri djalit të saj, emri i bashkëshortit, martesa, nëna janë vetëm disa nga kuptimet e tatuazheve që Jonida i ka vizatuar përjetësisht në trupin e saj. Po ashtu në qaf e ka të vizatuar një simbolik e cila është përkushtuar për martesën e saj dhe që simbolizon martesën e përjetshme. Por simbolit martesor, Jonida ka vizatuar edhe emrin e djalit të saj, Danit, ndërsa tatuazhi më i fundit i saj është një skelet, të cilin e ka bërë në kyçin e këmbës. Po ashtu reperët nga Shqipëria, të cilët morën mjaft vota nga ju, Stresi dhe Noizi janë adhurues të mëdhenj të tatuazheve. Stresi ka më shumë se 4 tatuazhe në trupin e tij, kuptimi i të cilave është mjaft personal për të. Edhe Noizi, i cili i përket labelit OTR, ka të vizatuar logon e këtij labeli, portretin e nënës së tij dhe shumë tatuazhe tjera. Ndërsa këngëtarja më e votuar nga të gjitha është Dafina Zeqiri, e cila në trupin e saj ka më shumë se 6 tatuazhe. Në qafën e Dafinës ndodhet një shkrim Made by Meli, e cila është bërë në dedikim për nënën e saj. Më poshtë janë 3 flutura. Po ashtu në një rondor, ajo ka vizatuar mbretreshën egjiptiane Nefertiti dhe një shkrim në dorën tjetër. Ndërsa më pak të votuarit në këtë sondazh kanë qenë Tuna, Nora, Ardian Pujupi, Bimbima dhe Zajmina, të cilët nuk kanë më shumë se 2 tatuazhe, e disa prej tyre edhe i kanë shumë personale dhe kuptimet e tyre si janë bërë publike deri më tani.